Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së peshqive. Do bëjmë leximin e radhës për ju dhe do fillojmë nga e kaluara, të dashur. E kaluara ka bërë, apo një aktualitet i lidhur me të kaluarën, një fitore personale apo një përmbyllje që ka kërkuar përpjekje të vazhdueshme, të dashur peshqi, dhe ju kanë parë, apo njerëzit mund t'ju kenë parë si të fortët, të zotët, të suksesshëm, por këtë fitore kanë pasur dhe një kosto absolutisht. Energjia jote është djegur, harxuar, të them në këtë mënyrë, dhe ke pasur nevojë apo ke nevojë për një pushim për të marrë frymë thellë. Shumë ke harxuar gjatë kësaj periudhe, apo në një person, apo në një situatë, apo çfarë do që të jetë, dashur. Por keni dhënë shumë dhe të gjithë ju kanë parë goxha të fortë. Shërimi i vogël i kësaj rrote të fatit, që ndryshe quhet, dhe 9 të zjarrit. Të dashur, jeni duke u ndodhur, ta them kështu, në një pikë rrëfimi të mbrëmshëm. Gjërat janë duke riorganizuar, jo vetëm jashtë jush, por edhe brenda. Dhe kjo rrote e medicinës së vogël, që quhet ndryshe, ju kujton apo pasqyron që çdo gjë ka ciklin e vet. Nuk mund të jesh gjithmonë në luftë apo arritje. Dhe 9 të zjarrit thotë se forca jote është aty, por nuk ka nevojë të përdoren të gjitha me njëherë. Jeni lodhur, jeni harxuar. Ajo duhet të kthehet tash pak te vetja juaj. Do thot, forca jote është të dish kur të ndalosh, jo vetëm kur të veproni. Të dashur, është këtu një riorganizim, keni dhënë dhe suksesi është duke u parë, uroj që ky lexim të përshtatet me të gjithë vërtet, suksesin ta prekni me dorë, duke shijuar, duke parë, por që është një lodhje jashtë mase e madhe apo një harxhim energjisë këtu. Nëna e zjarrit dhe 4 të ajrit, këtu tregon që vërtet jeni duke hyrë në një fazë ku do shndrohesh nga luftëtarët, në një mbrojtëse të vetes, për veten e juaj. Dhe nëna e zjarrit është ajo që njeh fuqinë e saj, por e përdor me mençuri, dhe kjo është ajo që po kërkohet nga ju, të dashur. Duhet reflektim, pushim, qetësi dhe distancim nga ky zhurmë, ta quaj, nga ky sukses, që të mund të rikuperoheni dhe të rifilloni me një po të madhe, apo me një rikthim të madh. Mbyll çdo gjë që të merr energji për momentin, dhe që nuk të jep më asgjë. Projekt, obligim, lidhje, çfarë do të jetë, mbylle. Krijon një hapësirë për reflektim për veten, një pushim, 10-15 minutë, mos më shumë, por që të paktën të rikuperoheni. Ndalo së luftuari për gjëra që mund dhe të bësh pa to. Ta them kështu, mos jeni duke dhënë shumë në diçka, edhe që t'ju japin, po dhe gjërat që s'ju japin jeni duke luftuar sikur për to. Rikthehu te ajo që të jep, që të kthen, apo aty ku ke filluar, që të ka dhënë motivim, pasion, në mënyrë të shëndetshme. Pra, ky lexim thot, jeni më të fortë se e mendoni, por nuk ke për detyrë të luftosh gjithmonë. Nuk është të tregohesh, të arsyetohesh, apo të bësh diçka kujt i dëshmosh. Ndonjëherë fuqia qëndron në heshtje. Keni parasysh, qetësi dhe në kthim tek vetja juaj. Është një pushim që kërkohet, një vërtet rikuperim që të mund të vazhdoni më tutje, të dashur peshqi. Pra, çdo gjë e ka kohën e vet, çdo gjë e ka momentin e vet, dhe puna, angazhimi i madh, për dhe tërheqja me një farë mënyre për veten e tyre, për veten tonë, të mbledhin veten. Çfarëdo që ju ka lodhur, tërhiquni tani, që të mund të ktheheni më të fortë. Dhe kjo
është këshilla e këtij mesazhi, apo çfarëdo që ju ka lodh. Mos harroni, suksesin e keni aty dhe mos dëftojmë për gjërat që nuk na duhen. Por për ato që vërtet na bëjnë të ndihemi ata që jemi. Faleminderit të dashur Peshi që ishit këtu me mua. Nëse ky lexim ju dha diçka sot, edhe herën tjetër. Bekuar qofshi.